Mirë, siç më është bërë zakon në predikime, dhe sot dua të nis me dy pyetje për juve. Cili është qëllimi i madh i jetës tuaj? Pra, cili është ai synimi i madh ose objektivi kryesor i jetës tuaj? Nuk e di sa për ju keni dëgjuar për George Mueller. Nuk e di sa për ju keni dëgjuar për George Mueller. George Mueller njihet në fakt për pastor. Në fakt ka qenë pastor, por njihet më shumë për diçka tjetër, do ta shpjegoj pak më vonë. Por ai ka jetuar në vitet 1805-1898, pothuajse një shekull. Megjithëse e vërteta ishte që ai ishte pastor, madje edhe një predikues shumë i mirë, thuhet që ai predikonte 3 herë në javë, edhe mendohet që ka predikuar diku te 10.000 herë në jetën e tij. Është bashkohesi i Charles Spurgeonit. Ai udhtoi thuhet në 42 vende duke predikuar mesatarisht 1 herë në ditë. Ka shërbyer në Bristol të Anglisë për 66 vjet dhe në moshën 92 vjeçare kur ai vdiq, u mblodhen në fakt në varrimin e tij rreth 10.000 njerëz për ta respektuar, për i dhënë respektin e fundit. Por interesante është kjo që megjithëse ai ishte një predikues shumë i mirë, ishte pastor, ai nuk njihet aq shumë, do të nuk i ka dalë fama si thuhet, me fjalë tjera, si pastor dhe si predikues, por ai njihet më shumë në fakt si një person që u kujdes për fëmijët jetim në Angli. Dhe në fakt thuhet që ai ngriti 5 jetimore të mëdha dhe që u kujdesën për në jetën e tij për mbi 10.000 jetim. Por shikoni se çfarë thot vet George Mueller. Çfarë thot George Mueller, pse i nisi në fakt këto jetimore? Pra mendoni një moment. Ai vet është duke shkruar, edhe ai na tregon pse i ka nisur këto jetimore. Përse u kujdes për këto fëmijë. Dëgjoni pak më vëmendje se çfarë thot ai vet. Tani thot, nëse unë, një njeri i varfër, pra edhe njëherë, tani nëse unë, një njeri i varfër, thjesht përmes lutjes dhe besimit, pa i kërkuar ndihmë askujt, mori burimet ose gjërat që duheshin për ngritjen dhe për përkujdesjen për një jetimore, duhet të jetë thot diçka që me bekimin e Zotit mund të jetë instrumentale në forcimin e besimit të fëmijëve të Perëndis. Përveç kësaj, duke qenë një dëshmi për ndërgjegjen e të pashpëtuarve për realitetin e gjërave të Perëndis. Tani dëgjoni pak më mendje, çfarë thotë mësutja. Kjo atëherë ishte arsyeja kryesore për ngritjen e jetimores. Objektivi i parë dhe kryesor i punës ishte që Perëndia të përlevdohej nga fakti që jetimorët që jetimet nën kujdesin tim ju sigurohen me gjithçka që ka nevojë përmes lutjes dhe besimit. Pa kërkuar ndihmë nga ana ime apo nga bashkëpunëtorët e mi, thirrjem mund të shihet që Perëndia është besnik akoma dhe ai dëgjon lutjet akoma. Pra vini re, objektivi i parë dhe kryesor i hapjes së jetimores cila ishte? Që të ndihmonte kishën, të kuptonte kisha besimtarët që Perëndia është akoma besnik dhe ai përgjigjet lutjeve të bijve të tij. Qëllimi i jetës së tij kush ishte? Ishte përlevdimi i Perëndis. Pyetja që është për ne është kjo: cili është qëllimi kryesor i jetës tonë? George Mueller jetoi një jetë që kishte vlerë për të tjerët, kishte një jetë që vleti për kishën e tij si pastor, por edhe për të tërë Anglin, edhe një jetë që vleti për lavdinë e Perëndis. Por edhe një herë, cili është qëllimi i madh kryesor i jetës tuaj? Tek e para Korintës kapitulli 10 vargu 31, apostulli Paul çfarë na kujton neve? Cili duhet të jetë qëllimi kryesor në çdo gjë që ne bëjmë? Si thot? Nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë, bëjini për çfarë? Për lavdinë e Perëndis. Dhe në fakt ajo çfarë duhet ju kujtoj është që ajo çfarë është ama më e natyrshme për ne, cila është? Çfarë është gjë më e natyrshme për ne? Të jetojmë për kë?
jetojmë për veten tonë, apo jo? Gjëja në fakt më e panatyrshme për ne cila është? Të jetojmë për lavdinë e dikujt tjetër. Ajo çfarë ne gjejmë shpesh në jetën tonë të përditshme, në jetën tonë të përditshme të zëname nga gjërat më të ndryshme, si thua në atë vorbullën e jetës së përditshme që na merr ne çdo ditë, gjëja më natyrshme dhe më kollajshme, nuk e di për juve, po për mua edhe përmenda edhe nga hera e kaluar, e dini cila është gjëja më unë harroj madje që Perëndia ekziston. Jo më të jetoj për lavdinë e tij. Dhe para se ne vërtet jetojmë për këtë qëllim të madh, ne duhet kuptojmë se cila është prirja jonë e natyrshme dhe e vazhdueshme. Dhe për të na ndihmuar neve, për të mësuar më shumë në fakt se si të jetojmë për lavdinë e Perëndisë. Ta kemi këtë qëllim kryesor dhe të madh të jetës tonë, sot do të kthehemi për herë të tretë te Filipianëve kapitulli 3, vargjet 1 deri në 14, le ta hapim Biblën atje. Dhe kemi qenë duke parë çfarë? Mos e çoni jetën dëm kot. Edhe ju dini që po të ishte Maxi këtu si do thoshte, dëm dhe kot nuk shkojnë bashkë, por unë duhet ta theksoj pak më shumë, megjithëse gramatikisht nuk është saktë. Pra le të shkojmë te Filipianëve kapitulli 3, vargjet 1 deri në 14 dhe le të lexojmë edhe një herë këto vargje. Mbani mend cila është tema kryesore e letrës së Filipianëve? Tema kryesore e letrës Filipianëve është gëzimi në Zotin, dhe gëzimi nuk varet nga kush, nuk varet nga rrethanat, nuk varet se nga çfarë na ndodh, por gëzimi është në Zotin. Dhe pikërisht edhe kapitulli 3 ka këtë temë, edhe që në vargun 1 apostulli Paul çfarë thotë? Sfundi, o vëllezër të mi, gëzohuni në Zotin. Por mua nuk është të rënd ju shkruaj të njëjtat gjëra, po për ju është siguri. Ruhuni nga qend, ruhuni nga punëtorët e mbrapsht, ruhuni nga të prerët. Sepse rreth prerja jemi ne, që shërbejmë Perëndisë në frymë dhe që mburremi në Krishtin Jezus pa besuar në mish. Megjithëse unë kam përse të besoj në mish, nëse ndonjë mendon se ka përse të besoj, unë edhe më shumë. U rreth prevat e 8 ditë, jam nga prejardhja e Izraelit, fisi Benjaminit, hebrej nga hebrenj, sipas ligjit farise, sipas zellit për ndjekës së kishës, sipas drejtësisë së ligjit i bëri pa qortushëm. Por ato që më ishin fitim, i konsiderova për shkak të Krishtit dëm. Po, me të vërtetë i konsideroj të gjitha se janë dëm për madhështinë e njohjes së Krishtit Jezus, Zoti tim, për shkak të cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroj se janë ple që unë të fitoj Krishtin. Dhe që të gjendem në të, duke pasur jo drejtësinë time nga ligji, por atë përmes besimit në Krishtin. Drejtësia prej Perëndisë me anë të besimit, që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkësinë e vuajtjet e tij, duke u barazuar me vdekjen e tij. Që në ndonjë mënyrë të mund t'i arrijë ringjalljes për së vdekurisht, jo se unë tashmë e fitova çmimin ose jam bërë i përsosur, por po e ndjek prapa se mos e kap, sepse edhe unë u kapa nga Jezu Krishti. Vëllezër, unë nuk e llogaris veten time se kam kapur, por një gjë po bëj, duke harruar atë që kam lënë pas dhe duke u zgjatur drejt atyre që kam përpara. Po ndjek pas shënimin, drejt çmimit të thirrjes së lartë të Perëndisë në Krishtin Jezus, për atë gjithë që jemi të përsosur, le të kemi këtë mendje. E vërteta kryesore që në fakt kemi thënë këto javë, kur kemi parë për herë të parë në tetor dhe herën e kaluar, cila është e vërteta kryesore që na paraqesin këto vargje. Apostulli Paul në këto vargje çfarë na tregon? Ai në fakt bën një vlerësim të jetës së tij në retrospektiv, duke na treguar në lidhje me jetën e tij apo jo. Dhe fjala kryesore që gjejmë këtu, një fjalë kryesore është fjala konsideroj, që në fakt mund ta përkthejmë edhe vlerësoj. Pra ai shikon jetën e tij mbrapa dhe na jep neve një tablo, na tregon në fakt çfarë do të thotë të jesh një ndjekës i Jezu Krishtit. Nuk e di, keni bërë ju pyetjen vetes tuaj, çfarë do të thotë me të vërtetë të ndjekish Jezu Krishtin? Dhe ai na tregon neve çfarë është një ndjekës i Jezu Krishtit, duke na treguar në lidhje me jetën e tij si shembull.
Tani e vërteta kryesore këtyre vargjeve është kjo që ne kemi parë, është që Perëndia dëshiron të ngrej burra dhe gra në kishën e tij, jetë të cilëve ka vlerë për lavdinë e tij në tablon e historisë së njerëzimit. Vëllezër motra, më dëgjoni me mendje. Perëndia dëshiron që të ngrej djem dhe vajza, burra dhe gra, nga kjo kishë, që jeta e tyre të ketë vlerë për të tjerët, për këtë kishë dhe për lavdinë e Perëndisë në Tiranë edhe më tutje. Vëllezër motra, secili prej nesh ka një jetë, apo jo? Secili prej nesh ka një mundësi. Çfarë do të bëjmë pra, pyetja që shtrohet është kjo. Çfarë do të bëjmë ne që jeta jonë të ketë vlerë për të tjerët? Çfarë do të bëjmë ne që jeta jonë të ketë vlerë për këtë kishë, të ketë vlerë për lavdinë e Perëndisë, këtu në Tiranë, më tutje dhe më anë mban botës? Çfarë do të bëj unë? Çfarë do të bëni ju që jeta juaj të ketë vlerë për lavdinë e Perëndisë? Çfarë do të bëni ju me këtë jetë që Zoti ju ka dhënë juve? Është dhuratë prej Tij. Çfarë do të bëjmë neve që jeta jonë edhe një herë të ketë vlerë për lavdinë e Krishtit në historinë e këtij kombi? Që kur të vinë në fund të jetës tonë, të mos thuhet kjo jetë shkoi dëm, por çfarë thuhet? Kjo jetë ja vleti për lavdinë e Perëndisë në Tiranë, në këtë vend, të lëmë gjurmë për lavdinë e Perëndisë. Emri i Tij të bëhet i njohur. Dhe Filipianëve kapitulli 3, vargjet 1 deri në 14, na japin edhe 4 karakteristika, pra cilët janë karakteristikat kryesore të atyre që jeta e cilëve ka vlerë për lavdinë e Perëndisë në historinë e njerëzimit. Kemi parë deri tani që karakteristika e parë cila është? Krishti ka vlerë më të madhe se çdo gjë tjetër që ofron kjo botë. Apo jo? Çfarë kemi mësuar? Kemi mësuar që para njohjes së Krishtit, çfarë nuk ka vlerë? Thesaret ose gjërat që ne konsiderojmë që kanë një vlerë të madhe, apostulli Paul thotë që përpara njohjes së Krishtit, përpara këtij thesari kaq të madh, ato thotë nuk kanë asnjë vlerë. Ato janë zero. Një zero e madhe. Dhe ai çfarë ka thënë apostulli Paul? Se cilët ishin këto gjëra që ne mund të konsiderojmë që kanë një vlerë të madhe përpara Perëndisë për të fituar favorin e Tij, por në fakt që nuk kanë asnjë vlerë përpara Perëndisë. Cilët ishin? Mbani mend? Tradita familjare. Status shoqëror. Nuk kanë asnjë vlerë përpara. Njohuria biblike. Nuk ka vlerë nëse njohuria biblike është ajo që në cilës ne përpiqemi të afrohemi Perëndisë. Veprimtaria fetare. Një jetë e moralshme. Pra këto ishin, si thua, ato gjëra që apostulli Paul i quan dëm në krahasim me njohjen e Krishtit. Thesari i vërtet dhe i vetëm i jetës tonë kush është? Është Jezu Krishti. Ne kemi gjetur, ajo çfarë mësuam neve tek dy shëmbulltyrat që na tregon Jezusi tek Ungjilli, cila është? Që ne kemi gjetur diçka në Krishtin që ja vlen të humbasim gjithçka për të. Pra ja vlen Krishti më shumë se çdo gjë tjetër, është thesari ynë më i madh. Pastaj në mesazhin e dytë, herën e kaluar çfarë pam? Herën e kaluar pam karakteristikën e dytë. Ata që jetojnë për lavdinë e Perëndisë, ata kanë besim te Krishti për të siguruar gjithçka që ata kurdoherë që kanë nevojë. Dhe mbani mend çfarë fitojmë në Krishtin? E mbani mend çfarë humbasim, por nga gjërat që na ofron kjo botë, por çfarë fitojmë në Krishtin? Mbani mend që ne në Krishtin fitojmë drejtsinë e Tij, drejtësia e Tij mbulon mëkatet tona. Dhe mbani mend që po përpiqem të bëj një përsëritje përpara se të shkojmë tek karakteristika e tretë. Mbani mend që një pyetje e rëndësishme për gjithë njerëzit cila është? Një pyetje e rëndësishme që në fakt duhet ja bëjë çdo njeri vetes së tij përpara se të takojë Perëndin. Pyetja është, si mundet një mëkatar të bëhet i drejtë përpara Perëndisë? Dhe ne mësuam nga herë kaluar që asnjë njeri nuk mund të bëjë asnjë lloj gjëje të vetme.
për të qenë në rregull me Zotin e shenjtë dhe të drejtë. Dhe vetmja mënyrë se dikush mund t'i afrohet Perëndisë është vetëm përmes drejtësisë së Jezu Krishtit, me anë të besimit në Jezu Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Dhe së dyti çfarë mësuam herën tjetër, që në Krishtin fuqia e tij garanton ringjalljen tonë. E dini çfarë, një ditë do të bjerë trumpeta, të vdekurit në Krishtin do të ringjallen dhe ne do të jemi trup e shpirt plotësisht, tërësisht me Jezu Krishtin. Dhe streti çfarë mësuam nga e kaluar ishte që kënaqësia e tij të kalon vuajtjen tonë. E mbani mend, apostulli Paul thotë, jo vetëm që dua ta njoh atë, thotë, jo vetëm se thotë dua që të njoh fuqinë e ringjalljes së tij, por e dini çfarë? Ai kërkon diçka që në fakt na shokon neve, diçka që ne çfarë i themi? Themi ne çdo gjë tjetër, por jo kësaj. Mbani mend cila ishte? Pjesëmarrje thotë në vuajtjet e tij, që në farë mënyrë të barazohen me vuajtjet e tij. Imagjinoni, por e dini çfarë thotë apostulli Paul, kënaqësia që ofron Krishti te kalon në vuajtjen tonë. Edhe mbani mend që nga hera kaluar çfarë na mëson apostulli Paul. Çfarëdo që ne humbasim është një mundësi më e madhe për të njohur Krishtin më shumë, është një mundësi më e madhe për të varur te Krishti. Është mëse i mjaftueshëm hiri i tij, është mëse i mjaftueshëm në çdo situatë, në çdo rrethana. Dhe mbani mend, nëse Perëndia na mbulon mëkatet tona me drejtsinë e Jezu Krishtit, nëse fuqia e tij garanton ringjalljen tonë, nëse kënaqësia e tij te kalon çdo lloj vuajtje që ne mund përballemi, a nuk mund t'i zëm besë atij në çdo gjë? A nuk mund të kemi besim tek Perëndia plotësisht, tërësisht në çdo gjë? Prandaj çfarë dëshiron Perëndia? Perëndia dëshiron që ne si bijtë e tij të kemi besim plotësisht tek ai, tërësisht në jetën tona. Tani vim pikërisht sot tek karakteristika e tretë. Karakteristika e tretë e atyre që jetojnë për lavdinë e Perëndisë, ose që jeta e tyre ka vlerë për lavdinë e Perëndisë, cila është? Ata e ndjekin Krishtin me pasion të madh. Vini re tani vargun 12. Filipianëve 3:12. Shikoni çfarë thot apostulli Paul. Jo se unë tashmë thot e fitova çmimin ose jam bëri përsosur, por po vazhdoj thot të rend për ta zënë, sepse edhe unë u zura nga kush? Nga Jezu Krishti. Këtu kemi fjalën që thot vazhdoj të rend, ose në ndryshe mund ta themi vazhdoj të vrapoj, thot. Është e njëjta fjalë që në fakt ai e ka përdorur tek vargu 6, te vargu 6 shikoni pak, sipas zellit thot për ndjekës i kishës. Shikoni pak më mendje. Me të njëjtin zell që apostulli Paul kishte për ndjekur kishën, mbasi u shpëtua, me të njëjtin zell e ndiqte Jezu Krishtin. Pra shikoni ndryshimin e madh që sjell Jezu Krishti. Ai na e kthen jetën tonë komplet në drejtimin e dur, është mbrapsht në fakt. Ai ishte duke bërë gjën më të tmerrshme që mund bënte, ishte duke ndjekur kishën e tij, por tani e kthen jetën e tij me kokë lart dhe kthen në drejtimin e dur për të ndjekur Jezu Krishtin, për të jetuar për lavdinë e Perëndisë dhe jo për veten e tij. Pra me atë zell që apostulli Paul po përndiqte kishën, me atë zell po ndiqte Jezu Krishtin. Pra, vini re këtë gjë. Tabloj, ajo që po na tregon apostulli Paul, çfarë kemi këtu? Kemi që ai rend, vrapon mbas një gjëje. Është tabloje e një gare, si thua, e një vrapimi që ai e quan në jetën e tij. Në fakt është një tablo ose një mënyrë që apostulli Paul shprehet në shumë nga letrat e tij. Për shembull, Veprat e Apostujve nuk është letra e tij, por te Veprat e Apostujve 20:24 apostulli Paul thot kështu. Por unë nuk dua t'ja di fare thot për jetën time, që nuk e çmoj aq, sa të kryej me gëzim vrapimin tim, pra vini re, sa të kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndisë. Pra vini re, vrapimin tim dhe shërbesën që mora. Pra i vrapon me një qëllim, me një synim kryesor në jetën e tij, cili është
të njoh Krishtin, ta bëj Krishtin të njohur. Shikoni tek, nëse doni mund të hapni aty ose mund më dëgjoni mua te 2 Timoteut 4:7, apostulli Paul kur vjen në fund të jetës së tij, shikoni çfarë thot. Luftën e mirë thot e luftova, e përfundova kë? Vrapimin. Pra e quan jetën e tij një vrapim, një garë, edhe ai rend mbas diçkaje, rend mbas kujt? Mbas Krishtit, dhe për ta bërë Krishtin e njohur, për ta njohur Krishtin, për të njohur fuqinë e ringjalljes së tij, për të çfarë? Për të barazuar ose marrë pjesë në vuajtjet e tij për lavdinë e tij, për shpëtimin e njerëzve dhe në fund fare thot e ruajta besimin. Por pyetja që lind më njëherë këtu është kjo. Ju mund të keni një pyetje të tillë. Pse ta ndjekim fort Krishtin? Nuk e di, keni bërë një pyetje? Pyetja është kështu. Nëse ne tashmë jemi në Krishtin apo jo? Jemi në Krishtin apo jo? Ne tashmë jemi të shpëtuar. Parajsa është krejtësisht e garantuar. Krishti ka blerë tërë shpëtimin ton, ne na janë falur të gjitha mëkatet tona, apo jo? Drejtësia e tij ka mbuluar të gjitha mëkatet tona. Ne jemi krejtësisht të shenjtë dhe shenjtor në Jezu Krishtin. Ringjallja e tij na garanton neve çfarë? Ringjalljen ton. Pyetja që shtrohet është për çfarë duhet të shqetësohen? Pse duhet ta ndjek Krishtin fort? Pse apostulli Paul duhet vrapoj të rend mbas Krishtit, të ndjek Krishtin, të njoh Krishtin? Si mendoni? Pyetja që mendoj që ne mund ta bëjmë, në fakt, pyetja që besimtarët mund të kenë në këtë rast, mendoj se vjen nga keqkuptimi se çfarë do thotë të jesh në Jezu Krishtin. Çfarë do thotë me të vërtetë të jesh i shpëtuar. Dëgjoni pak me vëmendjen Tozer, është një teolog i njohur. Shikoni se çfarë shkruhet ose shikoni se çfarë i thotë, çfarë i shkruan. Dëgjoni pak me vëmendje, ju lutem. Ai thotë kështu. Në kishën e sotme, megjithëse ai shkruan për kishën, më falni një sekond, ai shkruan për kishën në cilën ai jeton shumë kohë më parë, por duket sikur flet për kishën e sotme. Janë aq aktuale fjalët e tij. Shikoni çfarë thotë. Në kishën e sotme, çdo gjë në jetën e krishterë vërtitet rreth momentit fillestar të pranimit të Krishtit. Një term thotë që nuk gjendet në Bibël, pranimi i Krishtit. Nuk gjendet në Bibël. Nuk e di sa herë keni menduar këtë gjë, por të pranosh Krishtin nuk gjendet në Bibël. E vetmi rast është Gjoni 1:12, të pranosh Krishtin do thotë të besosh në Krishtin. Megjithëse është një term që është bërë shumë klishe e krishtërimit të jetës së sotme, por të pranosh Krishtin nuk është në Bibël. Me qëra fjala. Ti nështrohesh Krishtit si Zot dhe shpëtimtar, po, por jo të pranosh Krishtin. Kush je ti të pranosh Krishtin? Krishtin e pranon. Por shikoni lutem çfarë thot më tutje Tozer. Le të lexojmë edhe një herë sepse humba mendimin. Në kishën e sotme, çdo gjë në jetën e krishterë vërtitet rreth momentit fillestar të pranimit të Krishtit dhe nuk pritet nga ne më mbrapa që të dëshirojmë ndonjë zbulesë tjetër të Perëndisë për shpirtrat tanë. Krishti mund të pranohet pa krijuar ndonjë dashuri të veçantë në shpirtin e atyre që e pranojnë ose e pranon. Ky person është i shpëtuar, por ai nuk është i uritur dhe as i etur pas Perëndisë. Por ai është mësuar dhe inkurajuar që në mënyrë specifike të jetë i kënaqur me pak. Ne jemi bërë pjesë e një logjike që nuk ka kuptim, që insiston që nëse jemi gjetur në të, nuk kemi më nevojë ta kërkojmë. Por janë i thot te burrat dhe gratë shenjta të së kaluarës, dhe shumë shpejt do të ndjeni zjarrin e dëshirës së tyre për Perëndin. Ata vajtojnë për të, ata luten për të, ata luftojnë dhe kërkojnë atë ditë dhe natë, kohë pa kohë, dhe kur e gjejnë atë, çfarë gjejnë është akoma më ëmbël se sa kërkimi i tyre i gjatë. Pra, shikoni me vëmendje se çfarë na thot Tozer. Çfarë thot apostulli Paul, nuk ka rëndësi çfarë thot Tozer në fund fare. Kjo është shumë e vërtetë për ne apo jo? Krishtërimi i ditëve të sotme tenton të ndalojë në këtë pikë. Mjafton thot që ne jemi të shpëtuar. Ideja e kërkimit të Krishtit me një pasion të madh është shumë larg nesh. Madje duket sikur nuk duket askund në jetën tonë. Kështu që
Ne duhet ndalojmë së bëri këtë pyetje. Pse duhet ta ndjek Krishtin me një pasion të madh dhe ne duhet fillojmë të kultivojmë diçka të re në jetën tonë, disa cilësi që ne duhet kultivojmë. Cilët janë ato çfarë na tregon apostulli Paul në fakt në këtë vargje? Spari, një pakënaqësi e shenjtë me krishtërimin rastësor ose me krishtërimin e rehatshëm, që në fakt nuk është biblike. As krishtërimi rastësor, as krishtërimi i rehatshëm. Apostulli Paul shikoni çfarë thot në vargun 12. Ai thot, nuk është se unë ja kam arritur. Pra vjen re. Apostulli Paul nuk është i kënaqur aty ku gjendet me njohjen e Krishtit, me përvojën që ka në Krishtin. Ai çfarë bën? Ai rend mbas Krishtit, të njoh Krishtin, të njoh fuqinë e tij. Tani, në pamjen e parë kjo mund të duket si diçka kontradiktore, apo jo? Apostulli Paul thot, nuk e kam arritur, nuk e kam fituar çmimin, kam akoma më shumë. Por çfarë po thot ai? Ka akoma më shumë. Ai shpreh, si thua, një pakënaqësi të shenjtë ku ai është, ku është nga gjendja shpirtërore dhe rend vrapon mbas më shumë drejt Krishtit për ta njohur dhe për të pasur përvojë tjetër më të madhe në Jezu Krishtin. Pyetja që un kam për ju është kjo. A jeni ju i pakënaqur me njohjen tuaj të Krishtit? Me njohjen e Krishtit, nuk po flasim njohuri për Krishtin, por njohjen reale të Krishtit. A jeni i pakënaqur me përjetimin tuaj të Krishtit? Nuk është edhe një herë ideja që ne nuk e kemi nuk është ideja këtu që ne kemi provuar Krishtin dhe Krishti nuk na ka dalë neve ashtu siç donim ne, edhe nuk e dëshirojmë më. Jo, ne kemi gjetur Krishtin, thesarin më të madh, që vazhdimisht dhe më shumë gjejmë kënaqësinë tek ai. Kënaqësi më të madhe se çdo gjë tjetër që ofron kjo botë, apo jo? Lezë motra. Djalli na vën neve në gjumë me kënaqësitë e kësaj bote dhe gjërat e jetës së përditshme, dhe ne harrojmë se kush është me të vërtet kënaqësia e vërtet. Gjërat që na ndodhin çdo ditë, thash pak më herë, janë si ajo vorbulla e jetës së përditshme që na merr, na fut neve brenda aty dhe është shumë e vështirë të dalësh prej saj. Harrojmë cili është qëllimi kryesor i jetës tonë. Për çfarë ne jetojmë? Për kë ne jetojmë? Pra, mbani mend, vorbulla e jetës së përditshme. Nuk e di a keni parë ndonjëherë fjalën vorbull? Para ca kohësh, shumë kohësh, për disa vitesh, kishim një skuadër amerikane dhe kishin shkuar në lumin e Drinit në Shkodër. Dhe një nga përkthyesit që kishim me vete, ishte lumi një herë shumë i ftohtë, edhe njëra nga përkthyesit që kishim me vete vendosi që ishte duke notuar, edhe krejt papritur e gjeti vetveten në një nga ato vorbullat. Disa amerikanë nuk besojnë që ka vorbullat të tilla që të thithin poshtë, po është një temë tjetër. Po e thithte në një mënyrë të tillë që po merr dhe ai nuk po dilte dot, dhe një nga skuadra amerikane e ka kapur për flokësh nga mbrapa, mirë që kishte flok, nuk ishte si puna ime. Edhe e nxori, edhe e shpëtoi. Ka shpëtuar vetëm sepse nuk kishte mënyrë tjetër për ta shpëtuar. Dhe çfarë përpiqem të them është që jeta e përditshme është si ajo vorbulla që na thith neve, na mban aty brenda, edhe derisa dikush na nxjerr, Perëndia na nxjerr, të kuptojmë se ka diçka më shumë se sa kjo vorbulla e jetës tonë të përditshme, gjërat që ne jetojmë në jetën tonë të përditshme. Te para Gjonit kapitulli 3 vargu 2 thuhet që një ditë Krishti do të shfaqet dhe ne, çfarë thuhet? Kur të shfaqet ai, do të jemi edhe ne si ai. Do të vijë një ditë që ne do ta njohim Krishtin plotësisht. Do të jemi gjithmonë me Krishtin dhe do të bëhemi, thuhet, si ai. Apo kërkojmë ne këtë gjë? Apo rendim ne deri atëherë që të jemi me Krishtin, ta njohim Krishtin, të njohim fuqinë e tij, ringjalljen e tij, ta bëjmë atë të njohur. Vjen re diçka tjetër, një cilësi tjetër që apostulli Paul përmend aty, që në fakt duhet të jetë e vërtetë edhe për neve. Një të kuptuar të freskët, pra të re, të shkallës me anë të cilës Krishti na ndoqi fort neve. Krishti na ka ndjekur neve. Shikoni vargun 12 edhe një herë. Apostulli Paul çfarë thot?
por vazhdoj thot të rend për ta zënë sepse edhe unë u zura nga Krishti. Unë thot rend bas Krishtit, por ishte Krishti ai thot që më zuri mua, ai më kapi mua. Te veprat e apostujve në fakt 9, çfarë nuk e di, e mbani mend, por te veprat e apostujve 9 e mbani mend që kush e zuri Palin, kush fjalë për fjalë mund ta përkthejmë edhe arrestoi Palin. Ai ishte nisur me qëllimi i tij, cili ishte? Jo, para se të shpëtoi. Para se të shpëtoi ishte të përndiqte kishën. Ishte po shkonte ku të mundej të mlidhte besimtarët i fuste në burg, dhe Krishti e zuri, e arrestoi, një fjalë, edhe çfarë bëri me të? Mbani çfarë bëri me të? E shpëtoi. Edhe ndryshoi komplet jetën e tij dhe qëllimin e jetës së tij. Ishte nisur për këtë, i tha Pal, tha, je ndrejtim në gabuar, ktheu këtej. Edhe që nga i moment apostulli Pal, me hirin e Zotit, rente pas një gjoje të vetme, pas Krishtit, të njihte Krishtin. E dini çfarë, vëllezër dhe motra, arsyeja pse ne vrapojmë pas Krishtit është sepse Krishti na ka zënë neve. Ai na ka ndjekur neve me pasionin e tij më të madh. Ai na ka bërë neve që me hirin e tij ta njohim atë. Le të mos harrojmë pra këtë gjë kaq të madhe. Krishti ka kaluar dhe ka bërë gjëra kaq të mëdha në jetën tonë. Si thua në një farë mënyrë, le të mos harrojmë lartësitë, thellësitë, gjerësitë që Krishti ka përcyer në mënyrë që të na zërë neve dhe na kthej neve ai tek vetja e tij. Pra pyetja që ne kemi është kjo. Pse ne fitojmë Krishtin? Pse e ndjekim Krishtin? Sepse Krishti na fitoi neve me dashurinë e tij. Ai na ka dashur neve. Prandaj ne e duam atë. Dhe sfundi, para se të kalojmë tek karakteristika e fundit, para se të na mbaroj koha, shikoni vargun 13. Ata që ndjekin Krishtin me një pasion të madh kanë një disiplinë të fortë, pra një mendje të vetme, një gjë që drejton jetën tonë, një gjë që drejtonte jetën e apostullit Paul, një gjë për cilën ai jetonte. Vini re vargun 13. Shikoni, thot, por një gjë po bëj. Më vjen keq që gjithmonë përkthimet, nuk është se kanë një gabim përkthimi, por lënë në një farë mënyrë për të dëshiruar, nganjëherë ne mund të përfitojmë nga gjërat që ato vendosin në tekst për ta bërë sa më të lexueshëm tekstin, por nganjëherë nuk është se na ndihmojnë. Por vini re fjalët këtu gjë po bëj, pra, por një gjë po bëj, kjo gjë po bëj është me të pjerta. Edhe çfarë do thotë kur do herë që shikoni në Bibël tekst me të pjerta, nuk është në original, nuk është mënyrë të domosdoshme e thënë nga apostulli Paul. Pauli fjalë për fjalë dini çfarë thotë? Një. Vetëm një thot. Vetëm një gjë. Ai rente vetëm asnjë gjëje. Vëllezër e motra, ne mund të jemi përfshirë në shumë gjëra në jetën tonë. Ne mund të jemi si ato xhonglerët duke xhongluar shumë gjëra lart e poshtë, domethënë duke i mbajtur, duke jemi shumë xhonglerë të mirë, por e dini çfarë? Një gjë ka rëndësi. Një gjë e vetme, thot apostulli Paul. Ai rend thot të fitoj Krishtin, mbas Krishtit, dhe në fund fare një shpërblim i përjetshëm. Pra vini re. Ju mund të shikoni jetën e besimtarëve të dhjatës së vjetër. Ju mund të shikoni jetën e besimtarëve të dhjatës së re. Mund të shikojmë jetën e apostullit Paul. Mund të shikojmë jetën e shenjtorëve të kishës së hershme. Ata që jetuan për Perëndin dhe për lavdinë e Perëndis kishin një gjë të vetme. Rendin mbas një gjëje, për të kapur një gjë, sepse Krishti kishte zënë ata për të njohur Krishtin dhe për ta bërë Krishtin të njohur. Pra, 3 gjëra kryesore që Zoti do në jetën tonë. Pra, karakteristika e tretë që pam atyre që jetojnë për lavdinë e Perëndis ishte që rendin fort mbas Krishtit. Le të shikojmë së fundi ata që jetojnë për lavdinë e Perëndis mezi presin çmimin e lavdisë së tij. Shikoni vargun 14 dhe 20 dhe 21.
Shikoni çfarë thot apostulli Paul, duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke prirur drejt atyre që kam përpara, por rend drejt kujt? Drejt synimit. Tani cili është synimi? Cili është çfarë synon apostulli Paul? Ai synon të marrë çmimin, të fitojë çmim kur dikush vrapon në një garë, Lori për shembull vrapon shpesh, ka një çmim, ka një synim për sa vrapohet. Nuk e dim tamam për sa vrapon Lori, por ideja është në përgjithësi vrapohet për një çmim, vrapohet për një synim apo jo. Dhe apostulli Paul çfarë thotë? Cili është çmimi? Çmimi, shikoni ju lutem pak me vëmendje. Çmimi thotë është drejt thirrjes, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus. Kush është në fakt çmimi këtu? Këtu është synimi i shpëtimit ton. Çmimi në fund fare i shpëtimit ton. Pra ajo finalja, fundi i shpëtimit ton. Kush është? Edhe ai madje apostulli Paul thotë, kjo është arsye pse më thirrri Perëndia. Tani çmimi këtu është i dy fish. Le të përpiqemi ta kuptojmë këtë sepse njëra është e qartë, nuk duket se është aq e qartë. Spari e kemi edhe në ekran. Spari, çmimi është kompletimi i shpëtimit ton. Një gjë që motivon apostulin Paul është që ai të bashkohet dhe të jetë plotësisht me Krishtin. Ai mezi pret ditën si thua, kur do të jetë me Krishtin dhe kur do të jetë tërësisht i plot. Dhe ai thotë kjo është arsye pse na thirri Krishti. Shikoni pak, ju lutem, tek Romakëve 8:29 dhe 30, aty përmbledhet shumë mirë i tërë shpëtimi ynë i plot. Romakëve kapitulli 8 fillon që nga përjetësia dhe mbaron prapë në përjetësi. Shpëtimi ynë nga përjetësia në përjetësi. Romakëve 8:29-30. Shikoni çfarë thotë apostulli Paul përsëri. Ai thotë, sepse ata që i kanë njohur që më parë, edhe i ka përcaktuar që të jenë njësoj me shëmbullimin e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralinduri në mes të shumë vëllezërve, por vini re, ata që i paracaktoi, ata dhe i thirri, ata që i thirri edhe i drejtësoi, dhe ata që i drejtësoi, ata dhe i përlëvdoi. Pra, vini re, me fjalë tjerë çfarë mësojmë këtu? Apostulli Paul i thret besimtarët tek shpëtimi i plot. Ai i thret në fakt tek përlëvdimi i plot në Krishtin, kur ne do të jemi përgjithmonë plotësisht me Jezu Krishtin, trup e shpirt. Pra ne do të jetojmë për çfarë qëllimi? Jetojmë tani dhe do të jetojmë në përjetësi për të manifestuar lavdinë e Perëndisë. Kjo është bukuria, domethënë, e madhe në Jezu Krishtin. Bukuria e madhe që Jezu Krishti ka bërë në jetën tonë. Atë çfarë Jezu Krishti ka nisur në jetën tonë do ta përfundojë plotësisht deri në ditën e ardhjes së tij, kur shpëtimi ynë do të jetë i plot. Vini re tani mimin përgoj edhe herë, se mendova se kisha me pika. Por vini re e para cila ishte, çmimi i parë cili ishte? Unë thot ta njoh Krishtin, ta përlëvdoj plotësisht Krishtin dhe përsosmërisht atë derisa të jem me të plotësisht. Por vini re ka edhe diçka tjetër të rëndësishme në lidhje me kurorën e shpëtimit, ose më saktë çmimin e shpëtimit. Vini re apostulli Paul thot rend thot mbas një çmimi. Rend mbas një gjëje të vetme. Pra, njëra është shpëtimi i tij i plot, por ka edhe diçka tjetër të rëndësishme. Nëse doni, mund të shkojmë së bashku ose mund të dëgjoni tek e para Korinthësve kapitulli 9 vargu 24. Shikoni çfarë thot apostulli Paul. Atje flet përsëri për çmimin, por flet diçka tjetër. Ai thot kështu: a nuk e dini se ata që vraprojnë në pistë, vërtet vraprojnë të gjithë, por vetëm njëri e fiton çmimin. Vraponi, thot, në një mënyrë që ta merrni. Në fakt, le të shkojmë tek e para Korinthëve 9, sepse janë disa vargje që duhet që të shikojmë së bashku. Apostulli Paul në këtë kapitull flet gjithashtu me të njëjtat terma për çmimin. Pra vargun 24, por shikoni vargjet 19 deri në 20. E pastaj shikoni vargun 22.
19:20. Sepse ndonë se jam i lirë nga të gjithë, e bëra veten time shërbëtor të gjithëve që të fitoj sa më shumë çfarë? Njerëz. Pra cili është qëllimi i apostullit Paul? Për çfarë rend apostulli Paul? Që të fitoj sa më shumë njerëz për kë? Për Jezu Krishtin. Shikoni me tutje vargun 20. Dhe ju bëra judenjve si jude që të fitoj kë? Judenjt. Atyre nën ligj si nën ligj që të fitoj ata që janë nën ligj. Dhe shikoni vargun 24. A nuk e dini se ata që vrapojnë në stadium vërtet vrapojnë të gjithë, por vetëm njëri e merr çmimin. Vraponi thot në mënyrë që ta merrni. Vargu 22 gjithashtu kisha në mend, le të shikojmë te vargu 22. Ju bëra të dobëve si një i dobët, që të fitoj të dobtit. Të gjithëve u bëra gjithçka që me çdo mënyrë të shpëtoj disa. Pra vini re, çfarë thot apostulli Paul? Cili është synimi? Çfarë kërkon apostulli Paul me jetën e tij? Ai dëshiron që jeta e tij të ketë vlerë për kë? Për të gjithë njerëzit. Vëllezër motra, pyetja që kam unë për gjithsesi për ne, apo jetojmë neve një jetë të tillë që ka vlerë për njerëzit tanë, të familjeve që janë të pashpëtuar, apo bëhemi gjithçka për ata për t'i shpëtuar? Me njerëzit me cilët punojmë, njerëzit me cilët jemi në shkollë, me njerëzit me cilët jemi në rrugë apo kudo. A bëhemi gjithçka për ata për t'i fituar ata, për shfituar ata për Krishtin, që ata të përlevdojnë Krishtin me jetën e tyre? Ai thot kështu. Apostulli Paul po thot kështu, çmimi nuk është se dua të skualifikohem kur të vi fundi jetës time. Por thot dua që ta kem përdorur jetën time, thot, jo të ketë shkuar jeta ime dëm, të ketë shkuar jeta ime kot, por jeta ime të jetë përdorur për të tjerët. Ai thot madje diku tjetër, jeta ime është derdhur si një çfarë? Si pije për të tjerët, për të fituar të tjerët për Krishtin. Apo jetojmë në një mënyrë të tillë që vërtet jetojmë për të fituar njerëzit për Krishtin? Ai bëhem thot gjithçka për të fituar ata. A bëhemi gjithçka ne për të fituar shpirtrat e njerëzve? Pra, çmimi, ai arsyeja pse vraponte apostulli Paul cili ishte? Ai vraponte që atë ditë kur të jetë me Krishtin, kur të jetë përballë Krishtit, të ketë sa më shumë besimtarë. Edhe shikoni pak një vend tjetër që apostulli Paul na thot të njëjtën gjë te Filipianëve 4:1. Mbani mend çfarë thot te Filipianëve 4:1, nëse nuk e mbani mend, mund ta hapni atje. Te Filipianëve 4:1 si quhen besimtarët? Prandaj o vëllezër të mi, të dashur dhe mallëngjyer, gëzimi dhe kush? Kurora ime. Ju jeni kurora ime, thot. Janë një sër pasazhe që apostulli Paul flet në këtë mënyrë. Vëllezër e motra, pyetja që kam unë për ju është kjo. Ose gjëja që dua të theksoj është kjo. Ne jemi të shpërqendruar zakonisht. Ne jemi dhënë mbas shumë gjërave të mira. Mund të jemi duke bërë shumë gjëra të mira. Por një gjë ka rëndësi. Thesari ynë e vërtet kush është? Është Jezu Krishti. Ai po pret për ne. Ai na ka thirrur neve të besojmë atij në çdo gjë, në çdo fushë, në çdo gjë, dhe të jetojmë për të dhe për të fituar sa më shumë njerëz për Krishtin dhe për lavdinë e tij. Ne jetojmë në fakt për çfarë? Të shumëfishuar ungjillin, për të bërë njerëzit të njohur me ungjillin. A jemi ne gati në fakt të kemi një lutje sot? A jemi ne gati në fakt të shkojmë përpara Perëndisë dhe themi këtë gjë Perëndis? Perëndi, edhe nëse ka edhe nëse ka diçka që mund të jetë shumë e shtrenjtë për mua, unë jam gati që të jap gjithçka për ty, për Krishtin. Për të bërë njohur Krishtin, për të fituar sa më shumë njerëz për Krishtin. Pra kemi parë 4 karakteristika kryesore të atyre njerëzve që jetojnë për lavdinë e Perëndisë. Krishti është thesari i tyre më i madh,
ata I besojnë Krishtit për gjithçka, rendin fort mbas Krishtit dhe rendin për të fituar çmimin, për të fituar sa më shumë shpirtra dhe për të marrë shpëtimin e plot pranë në Jezu Krishtin, për ta bërë të njohur Krishtin. Vëllezër dhe motra, cili duhet jetë objektivi ynë për 2015-ën? Cili duhet jetë objektivi juaj për 2015-ën? Në fakt, cili është misioni ynë si dishepujt Krishtit? Cili është misioni juaj si një ndjekës I Jezu Krishtit? Për çfarë jetonte apostulli Paul? Për çfarë jetojmë secili prej nesh? Ai jetonte që ta njihte Krishtin dhe ta bënte të njohur Krishtin dhe të fitonte sa më shumë për Krishtin, për lavdinë e tij. Objektivi ynë kryesor duhet të jetë cili? Duhet të jetë që ne, vëllezër dhe motra, të ndajmë ungjillin me çdo njeri që ne njohim. Me njerëzit tanë të afërm, me njerëzit që takojmë çdo ditë, me njerëzit me cilët jemi në shkollë, me njerëzit me cilët jemi në punë, a kudo. Këto janë njerëz që Zoti ka vënë në jetën tonë që ne të ndajmë ungjillin me to. Apo madje edhe më tutje se sa kaq. Vëllezër dhe motra, jetojmë në një kohë kur errësira mund të përhapet, dhe errësira duket sikur po mbretëron. Shikoni pak ngjarjet që ndodhen në Francë. Potencialisht, vëllezër dhe motra, ne kemi dritën, ne jemi drita. Ungjilli është drita. Ne duhet të përhapim ungjillin në këtë vend, ose në këtë vend do të mbretërojë errësira përgjithmonë. Ose ne do të shkëlqejmë me dritën që na ka dhënë Krishti, ose në këtë vend do të mbretërojë errësira. Ne jemi drita e botës, thot Jezusi. Edhe do ta mbyll me dy shqetësimet kryesore që un kam për secilin prej nesh. Ndërkohë që kemi parë këtë mesazh, shqetësimi im kryesor, vëllezër motra, është kjo. Njohuria biblike. Njohuria për Perëndin, për ai sa nuk zbatohet, nuk ka asnjë lloj vlere. Ju mund të njihni shumë për Perëndin, mund të dini shumë mirë Biblën, mund të keni shumë njohuri për shumë gjëra, por nuk kanë asnjë lloj vlere nëse ne nuk I zbatojmë ato në jetën tonë përditshme. Njohuria biblike nuk ka asnjë vlerë. Madje unë do thoja është e rrezikshme. Njohuria biblike, nëse nuk zbatohet, është e rrezikshme. Na kthen neve në hipokritët më të mëdhenj, na kthen neve në djaj. Sepse djalli dhe djajt e njohin të vërtetën, nuk jetojnë sipas të vërtetës. Edhe një gjë tjetër e rëndësishme është që ne bëjmë një ndarje midis besimit dhe jetës tonë të përditshme. Nuk ka një ndarje, një jetë në kish dhe një jetë në shtëpi, një jetë në rrugë, një jetë në kish. Jeta është një. Ne përpiqemi të ndajmë sikur të jesh I përshpirtshëm, apo të jesh I shenjtë, apo të jesh shenjtor, është të jesh në kish, po doli jashtë kishës, nuk ka rëndësi se çfarë bën më. Dhe ajo çfarë duhet të them, vëllezër motra, është kjo gjë. Ka një vlerë që jep vlerë çdo gjëje në jetë, apo jo? Ka një kuptim që jep kuptim çdo gjëje në jetën tonë. Ka një qëllim që jep qëllim çdo gjëje në jetën tonë. Ka një të vërtetë që e bën të vërtetë çdo gjë në jetën tonë. Ka diçka me anë të cilës ne matim çdo gjë në jetën tonë. Ka një motiv që na motivon neve në çdo fushë të jetës tonë. Ka një gjë që na vën neve në lëvizje dhe që na komandon në jetën tonë. Ka diçka që ne konsiderojmë më të rëndësishme se diçka tjetër. Ka diçka që na motivon neve më shumë se sa çdo gjë tjetër. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë kjo se pavarësisht se çfarë mund të rrethojmë nëse besojmë Perëndin, Zoti I vërtet I jetës tonë është pikërisht ajo çfarë ne vlerësojmë më shumë dhe për cilën ne jetojmë në jetën tona. Në fund fare do t'ju kujtoja me që jemi në ose kemi filluar në vitin 2015 në korridor, ose mund të kërkoni një Gazit edhe Martinit edhe Artionit, mund të merrni një fletë me që kemi filluar vitin 2015, le të përkushtohemi me hirin e Zotit, ta lexojmë Biblën një herë në vit. Pra, për të njohur Krishtin apo jo, dhe për ta bërë atë të njohur. Vëllezër motra, nëse keni diçka, një pyetje që doni të bëni për përkushtimin tuaj, për diçka në jetën tuaj, e në flisni me mua, ose madje edhe me Beni dhe me Astritin. Nëse ndodheni këtu sot, doni të dini më shumë për Krishtin, doni të dini më shumë se si të keni drejtsinë e Krishtit në jetën tuaj, mund të vini të flisni me mua, ose me Beni dhe me Astritin.
Le të lutemi së bashku para se të kalojmë në kohën e pyetjeve. O Ati dashur, ne vërtet falenderojmë për hirin tënd, falenderojmë o Zot që ti punon dhe vepron në jetën tona. Falenderoj që ti na ke zënë neve me anë të Krishtit. Ai na zurin, ai na thirrri neve, ai na ka shpëtuar. Edhe o Zot, ne duam që jeta jonë të ketë vlerë për ty Perëndi. Jeta jonë të ketë vlerë për lavdinë tënde. O Zot, çfarëdo lloj gjëje që na mban larg këtij qëllimi të madh, çfarëdo lloj gjëje që na pengon neve, o Zot, çfarëdo lloj gjëje që na shpërqendron neve nga qëllimi kryesor për cilin ti na ke thirrur dhe na ke shpëtuar. Unë lutem o Zot që ti do të na bindësh për këtë gjë, ne do të pendohemi hirin tënd dhe ne do të rendim mbas Krishtit. Të rendim të bëjmë atë të njohur, edhe që të sjellim sa më shumë tek ai, tek mbretëria e tij. Lutemi dhe kërkojmë këtë gjëra në emrin e çmuar të tij. Amen.